إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu I plotfuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e Tij, shokët e Tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e Tij dhe udhëzohen me sunetin e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot ende jemi në atmosferën e Bajramit, pra jemi në ditën e tretë të Kurban Bajramit dhe kështu ende vazhdojnë tekbiret në gjuhët e besimtarëve posaçërisht pas namazeve në përgjithësi, pastaj era e vizitave, urimit edhe kurbanit ende mbretëron në shtëpitë tona në përgjithësi, e në anën tjetër edhe milion haxhiler vazhdojnë të kryen ritualet e haxhit në Mekën e Shenjtë dhe ajo që është e veçanta apo e nevojshme ta trajtojmë ndoshta në këtë hutbë është ajo se vëllezër të nderuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht në këto ditë të Bajramit, në këto ditë të haxhit e ka mbajtur një fjalim në Arafat, pra në një vend të shenjtë në kohën e haxhit, dhe kjo fjalim dhe kjo hutbë është njëra nga më të jashtëzakonshmet fjalime, pra një nga fjalimet më të jashtëzakonshme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mbajtur para sahabëve, shokëve të Tij të ngushtë. Kjo hutbë apo trajtimet të cilat janë bërë në këtë hutbë nuk ishin vetëm për ata që janë prezent dhe kanë qenë së bashku me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por mësimet dhe urtësitë të cilat I bart kjo hutbë janë të vlefshme për ummetin, për muslimanët derisa të ekzistojë kjo jetë. Prandaj me një fjalë në këtë hutbë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmblodhi Islamin në përgjithësi pak para largimit të tij, për arsye se pas këtij fjalimi pak muaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jetoi, për arsye se ndroi jetë. Dhe nëse dëgjojmë me vëmendje dhe shohim se çfarë përmban dhe çka ka qenë ajo përmbajtja e kësaj hutbe, atëherë e shohim se si vërtet vëllezër të nderuar para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin 10.000 sahab, shokë të Tij, të cilët e kishin rrethuar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I këshilloi ata si kur me qenë emanetet e fundit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj tyre, po gjithashtu edhe ndaj njerëzimit në përgjithësi. Kjo hutbë unë personalisht ju kisha këshillu të gjithë juve mi ju kthy edhe me e lexu në tërësi, për arsye se fatmirësisht tash është lehtë për secilin prej neve me gjetë, mjafton me e shënu në internet hutbja lam të mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe aty ju del e tëra. Dhe neve në këtë hutbë me lejen Allah do t'i trajtojmë disa gjëra, pra nuk do t'i shpjegojmë të gjitha ato gjëra të cilat janë transmetuar në lidhje me hutbën lam të mirë se të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por do t'i zgjedhë vetëm disa.
disa pika të rëndësishme të cilat ndërlidhen me realitetin ton dhe me rrethanat e muslimanëve në kohën bashkëkohore. Pika e parë që është e rëndësishme apo që përmban kjo hutbë ishte shenjtëria e gjakut të njerit, pasurisë dhe nderit të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në këtë ndër të tjera në këtë hutbë, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum aleikum haram. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dijeni se vërtet gjaku i juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjta për ju. Janë të shenjta për ju, sepse Islami, vëllezër të nderuar, nuk erdhi vetëm për me ndërtu xhami, por erdhi për me ndërtu një shoqëri të shëndosh, një shoqëri ku njerëzit kanë respekt të ndërsjell njëri me tjetrin dhe e largojnë nga vetja zullumin dhe keqtrajtimin e të tjerëve në përgjithësi. Prandaj, përmbajtja e kësaj pjese të hutbes janë pra këto 3 gjëra. Jeta njeriut, pra gjaku i tij, pastaj pasuria e tij dhe nderi i tij. Sepse këto janë themelet thelbësore të një shoqërie të shëndosh. Kur respektohet jeta, vëllezër të nderuar, atëherë largohet dhuna nga njerëzit. Kur respektohet pasuria, atëherë largohen edhe zullumet edhe padrejtësitë në mes njerëzve. Dhe kur respektohet një nderi, atëherë edhe shoqëria është e shëndosh dhe largohet apo përmirësohen zemrat e njerëzve në përgjithësi. Dhe nëse bëjmë një paralelizëm me aktualitetin tonë, vëllezër të nderuar, atëherë e shohim vërtet këto gjëra janë shumë të rëndësishme që njeriu t'i ketë parasysh në rand të parë besimtari nëse don me e gjetë rahatin, lumturinë dhe paqen në këtë botë. Ajo çka është edhe më interesante në këtë trajtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, është edhe fakti se vërtet në kohën bashkëkohore njerëzimi sot në mënyrë krenare flet për të drejtat e njeriut, për prekshmërinë e jetës së tij, për mbrojtjen e pasurisë, për ruajtjen e dinjitetit njerëzor dhe për këtë mbahen konventa të ndryshme ndërkombëtare, samite të ndryshme, madje organizohen apo krijohen organizata të mëdha ndërkombëtare, shtetërore, vetëm për t'i ruajtur këto themele edhe këto baza të rëndësishme të shoqërisë. E neve e dim se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na i ka vu këto themele 14 shekuj para 14 shekujve dhe i ka sqaru se sa janë të domosdoshme për një shoqëri të shëndosh dhe një shoqëri e cila don me rrugës së drejtë. Ajo çka është ma e veçanta në tërë këtë, vëllezër të nderuar, është edhe fakti se këtu 3 baza apo 3 themele, ruajtja e jetës së njeriut, pasurisë e tij dhe nderi i njeriut nuk janë shpall nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si slogane politike apo parulla apo vetëm thanje që për me synu ndonjë interes të shkurtër përfitues asesi, po janë shpall për njerëzimin, për me u bë me dija atyre se nëse dojmë me pas rahati, me pas drejtësi dhe me largu zullumin nga mesi i shoqërisë në përgjithësi, atëherë patjetër duhet t'i respektojmë këto 3 gjëra të cilat janë të përmendur në këtë fjalim. Dhe gjithashtu nëse këto slogane apo këto thirrje për ruajtjen e këtyre bazave themelev janë domosdoshmë gjëra në të cilat thirrin edhe shumë organizata ndërkombëtare apo edhe shtete e kështu me radhë, atëherë shohim që ata në disa situata apo shpesh për interesat e tyre i ndryshojnë këtu dhe i tejkalojnë këta kufi. Muslimani, besimtari i sinqert e ka parasysh që nuk e ruan nderin e vetë dhe pasurinë e tjetrit dhe jetën vetëm pse i friksohet ligjit
apo diçka sikurse kjo, por e ka parasysh që vërtet njerëzit tek Allahu i Madhreshëm janë të krijuar të barabartë të gjithë dhe në këtë tokë dhe secili prej tyre ka të drejtë dhe nuk guxon asnjëri m'ia marr apo me te i kalu kufirin karshi tjetrit në përgjithësi. Dhe kjo ishte pika e parë. Pika e dytë ka të bëjë me të drejtat në familje. Vëllezër të nderuar, ndër porosi tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i potencoi në këtë hutbë lamtomirëse ishte edhe fjalimi i tij kur tha istausu bin nisa'i khaira apo fattaqullaha fin nisa. Përkthimi, keni frikë Allahun e Madhreshëm në raport me gratë e juaja. Me një fjalë po e shohim se si Islami na mëson mesataren në lidhje me këtë çështje. Islami nuk pranon brutalitetin ndaj gruas, dhunën ndaj saj, shtypjen dhe me e trajtu në forma të ndryshme, po gjithashtu në anën tjetër nuk pranon Islami që vërtet me e të i kalu atës në cilën po thret sot ekstremizmi modern që vërtet sulmohet në esencë koncepti i familjes dhe e shohim në kërkohet që të dobësohet përgjegjësia e burrit dhe apo të nënvlerësohet roli i nënës dhe kështu promovohen format e egoizmit dhe të sakrificës, me një fjalë që shumë marrëdhënie të ndërtohen me interesa dhe me synime të ulta në këtë dynja. Por neve Islami na e ka tregu rrugën e mesme që duhet me pas besimtari. Ajo është se vërtet nuk ka mundësi me qenë një familje e mirëfillt pa autoritet dhe pa përgjegjësi. Pra jo shtypje të gruas, po as rebelim të saj që e kthen në shtëpinë në arenë lufte. Për arsye se familja, vëllezër të nderuar, nuk mbahet vetëm me para, me i siguru gjërat materiale ose me luks e kështu, ose edhe ndoshta me fotografi që i vëjmë në përmjete sociale dhe ekspozohemi aty, por vërtet familja mbahet duke pas parasysh përgjegjësinë që kemi para atyre evlatëve tanë në përgjithësi, edhe duke i çuar në vend këto emanete. Pastaj pika e tretë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka potencu është edhe ajo barazia njerëzore dhe rrëzimi i krenarisë rasore në mes të njerëzve në përgjithësi. Ndër të tjera thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la fadla li arabiyyin ala a'jami wala li a'jamiyyin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bit taqwa. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit, e as jo arabi ndaj arabit, e as i bardhi ndaj të ziut, e as i ziu ndaj të bardhit, por se të gjithë pra janë të barabartë dhe më i dalluari, më i veçanti nga njerëzit është ai i cili është më i devotshëm dhe më shumti i ruhet ligjeve dhe urdhrave të Allahut të Madhreshëm. Dhe mendojeni këtë pak, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thënë këtë këshill edhe këtë nasihat atyre njerëzve, vërtet në atë kohë ligji dhe mënyra si ka funksionu një shoqëri ka qenë dallimet rasore, skllavëria, pastaj edhe gjuha, prej ardhja, njerëzit janë krenu dhe kanë vlerësu të tjerët vetëm në bazë të këtyre gjërave. Prej ardhja, fisi, e kështu me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast i këshillon dhe e shpall që vërtet tek njerëzit, tek Zoti i Madhreshëm, njerëzit të gjithë janë të barabartë. Nuk vlerësohen njerëzit në bazë të ngjyrës së lkurës së tyre, apo në bazë të prejardhjes, apo në bazë të gjuhës me të cilën flet, e kështu me radhë, po vlerësohet në bazë të moralit, sjelljes dhe veprimeve të tij në përgjithësi. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpall dhe e ka rënu çdo pretendim se dikush mundet me qenë mbi tjetrin vetëm duke u bazu në këto vlerësime dhe në këto gjëra që fatkeqësisht edhe në kohën bashkëkohore shumë njerëz i kanë formatjeje ndaj të tjerëve në përgjithësi. Dhe e fundit,
për cilën ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë kapja pas librit të Allahut, Kuranit famlar dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë ndër të tjerat: "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Përkthimi: vërtet un kam lënë mes jush atë që nëse ju kapeni me të, nuk do të humnin pas meje. Cila është, ka thënë, libri i Allahut, Kurani dhe tradita, suneti, rruga e tij, rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikurse kjo porosi e cila ka qenë një nga të fundit prej porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikurse na e ka bë me dije neve vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse dojmë me arrit shpëtimin dhe suksesin në këtë dynja, atëherë patjetër duhemi t'i kthehemi asaj që ka shpall Allahu i Madhërisht, pra librin e tij, Kuranin famlar dhe mënyra se kuptuarit të këtij libri dhe Islamit në përgjithësi, ashtu siç na ka sqaruar dhe shpjegu i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se njeriu pavarësisht arritjeve teknologjike e gjërave në këtë dynja, patjetër ka nevojë për shpallje, ka nevojë për udhërrëfyes që e jamson atij të vërtetën dhe atë çka është e saktë dhe ajo çka është e mirë nga e keqja. Dhe për këtë shkak edhe njeriu ka nevojë për t'ju referu këtyre dy gjërave, pra Kuranit dhe rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse don me shpëtu nga trazirat dhe fatkeqësitë dhe humbjet e ndryshme në këtë dynja. Pra këto ishin ato gjëra ndërtë, pra nga prej shumë gjërave tjera për të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka këshillu umetin e tij në këtë hutbë lamtomirëse, neve i kemi zgjedhur këto 4 gjëra, prandaj prap edhe një herë po ju them, kthejuni kësaj përmbajtje, e shihni se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju ka drejtu umetit e tij në fund, pra disa muaj para se të ndroj jetë, dhe vërtet aty gjinen disa porosi, disa vasijete, disa emanete që vërtet nëse i mësojmë ato, i kuptojmë ato dhe i zbatojmë në jetën tonë të përditshme, atëherë vërtet jemi në rrugë të drejtë dhe do të arrijmë suksesin në këtë dynja dhe në botën tjetër. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.